fundja fundit të gjithë këta, te ai biznesi të shkojnë. Ti lutem, të bëhen të lishëm, të bëhen kështu që ku do shkojnë? Diaspora jonë kriminale ka ndikuar në Shqipëri në forcimin e grupeve kriminale, në shtrirjen e marrëdhënieve. Po them diaspora jonë kriminale, elementët, personazhet të ndryshëm që kanë emigruar jashtë Shqipërisë, kanë ndërtuar kontakte me Amerikën Latine, kanë zënë një pjesë territoreve të ndryshme në kontakte kanë vetëm në Amerikën Latine ka super prodhime, çdo kush mund të shkojë të bëjë partnership. Si e do. E ka forcuar kjo, këta personazhe kanë dhënë shtyse. Unë kam parë njerëz që mendojnë unë kam parë njerëz që mendojnë që shqiptarët kanë Ekuadorin, shqiptarët kanë Kolumbin, Perun, Bolivin, pralla. Në Ekuador vritin 6.000 trafikant në vit droge. 6.000. Di çdo tot 6.000, vetëm trafikant. Njëherë në 2 vjet vritet dhe një shqiptar. Tani ç'ash kjo pralla që mafia shqiptare e Ekuadorit, shep ku lidhet. Shkojnë më për bler drogë, dhe e sjellin. Disa vriten në Kolumbi. Pa aftësinë e një vendi për të sulmuar vendasit, sepse janë të korruptuar etj, e lidhin se po vinë shqiptarët. Ku më këta shqiptarët? Mendon vërtet në njëri që vatën 5 shqiptarë në Kolumbi dhe tani po vendosin kush do shesi drogë nga Kolumbia apo nga Ekuadori. Kaq më janë fut në një marrëdhënie biznesi, kanë para, e blen 1 ton, e nisin, paguajnë para, po humbi, paguajnë sërish. Sa dori kanë dhënë këta aktivitetet kriminale në Shqipëri, grupeve dhe organizatave kriminale? Nuk e kuptova pyetjen. Sa dori kanë dhënë këta personazhe që shkojnë në Kolumbi, në Ekuador, në Dubai me aktivitete kriminale? Sa dori kanë dhënë krimin shqiptar? Brenda territorit tonë. Po krim shqiptar janë ata. Brenda territorit tonë Shqipëri plas. Po këtu kanë qef ata se du me u duk. U e kupton ti? Kanë lecuar punën, kanë lecuar. E di që janë këta trafikantët shqiptarë në Dubai, po dalësh nuk i shef kurkun. Se janë një çazion. Ore janë në vendin më të shtrenjtë të botës. Po më i varfri ka 1 miliard euro. Ku ekzistojnë këta në Dubai? Çdo kush për këtyre mund të ketë 100 milion euro dhe atje të ndihet i varfër. Vjen në Shqipëri, jo me 100 milion euro. Me 100.000 euro, e shef, është rregulluar te klubi lagjes edhe rikshuse. Në vendet e varfra mund të bësh çdo kush. Kush mendon vriten 6.000 vriten në vit. Dishto tot 6.000 në vit, afërsisht janë 10-15 çdo ditë të vrarë në Ekuador për atë drogën. E ti thu, e vendos Shqipëria në pralla me ku e di unë nuk. Mirë po, shqiptarët e kanë fantazinë të shfrenuar pafund. A ndikon kjo në Shqipëri, se mos duket sikur e kam në... Po absolutisht e burr, çdo lek ndikon në Shqipëri. Jo ajo që merr ai kokainë atje, po edhe njëri që është roje barje burr në fiton 6.000 pound në muaj. Roje vetëm fiton 6.000 pound. Unë 6.000 pound kam rrogën vjetore, ai e ka mujone. Vetëm duke ndejtë roje. Po qa janë 6.000 pound, po ti shohësh kështu. Rrezikon kokën ai, ti se ke kokën. Okej, unë rrezikoj më shumë se ai se po për atë punë, për llojin e vështirësisë së profesionit, po e lëmë janë këtë. Por në normale, ai ka një të ardhur 72.000 pound në vit, vetëm si roje. Po shefi ati e ka të pakën 3 fish, 210.000 pound. Po pronari mathi i 5-6 dhe ketë 2 milion pound në vit. Rritje eksponenciale. Normale, për Shqipëri ato janë pafundë, burr, blen një hotel më. Në Shqipëri blen një hotel. Po atje je kurkushi. Dhe prandaj duan të vinë në Shqipëri që të hapen me ne xhip, me ne gjonë. Qartë, faleminderit Sokol. Bego, pyetja është e njëjtë. Sa ndikim ka pasur diaspora kriminale, po cilësoj tillë ta personazhe që janë përfshirë në botën e krimit, trafiku të drogës kryesisht. Sa dori kanë dhënë
krimit brenda territorit shqiptar. Në fakt, nga rastet që ne kemi hasur, rezulton që këta njerëz janë nisur posaçërisht për qëllime të tilla. Për të vendosur lidhjet, një pjesë kanë punuar jashtë në diasporë dhe duke parë që këtë aktivitet mund ta kryenin dhe vetë, pra kanë bërë lidhje të shkurtër, siç përdoret në gjuhën popullore. Kanë shkuar vetë aty dhe e kanë bërë vetë duke qenë se çmimi, siç përfolur, është shumë herë më i lirë aty se sa këtu. Për shkak se të aqiraja rrugës. Dhe nuk është se është një punë e vështirë, kanë rënë në kontakt me persona të cilët kanë këtë aktivitet dhe janë këta persona pastaj që kanë marrë përsipër realizimin e transportit konform pagesës. Ato mjetet me të cilat bëhet transporti, forma, mënyrat, pak a shumë janë të njëjta dhe dihen të gjitha. Ekuadori ka marrë një zhvillim shumë të madh, kryesisht një port i tillë për këtë aktivitet, sepse ka edhe një pozitë të tillë dhe ka qenë më pak i përfolur, por ne duhet ta kuptojmë që ky aktivitet, pra narkotikët, është pjesë e industrisë të shtetit aty. Dhe kjo është industria e cili zhvillohet ai vend. Prandaj edhe shteti, duke patur edhe problematikat e veta, nuk bën një luftë reale dhe nuk është shumë efikas. Është një shtet që realisht ka reaguar pozitivisht në marrëdhëniet jurisdiksionale me jashtë kur ne kemi patur me to, ka qenë korrekt, por që lufta kundër krimit nuk është e lehtë, sepse ne kemi parë, paktën edhe nëpërmjet medias, që pothuajse të gjitha shtetet e Amerikës Latine, nga Amerika Qendrore deri poshtë, kanë problematika për këtë fushë, pra për lëndë narkotike, kryesisht për kokainën, që është e vetmja drogë e cila kultivohet aty pakën me sa rezulton, sepse heroina kryesisht kultivohet në vende të tjera në kontinent. Dhe pra siç rezulton, është shumë e vështirë që të kryesh, bësh luftë kundër një aktiviteti fitimprurës, sepse nuk trajtohet në këtë peshë që trajtohet këtu, dhe duke qenë se është një mjet i cili ushqen, fuqizon, ndikon në ekonominë, vetë këta politikanët janë treguar pak të kujdesshëm në luftën kundër saj. Bëhet luftë, por kryesisht mundohen që të mos krijojnë pasoja të rënda, pasi është burim të ardhurash për ekonominë e tyre. Janë të punësuara, siç ndodhi këtu fenomeni më parë në vitet 2015-2016, që shkonin ato gratë aty me furgon tek jashtë quajtur plantacion dhe fillonin ato procedurat e tharjes, të shashit, peshimit, paketimit e tjera e tjera. Dhe aty kështu funksionon. Dhe shteti është tolerant deri diku në një masë të caktuar për këtë arsye, sepse gjithçka në fund fare do vërtetet rreth ekonomisë. Në qartë. Mirë, ne do të kalojmë në tjetër çështje. Është arrestuar në Dubai, në kërkim nga Interpoli, pra, autoritetet ekuadoriane kërkonin Dritan Gjikën, një shtetas shqiptar nga Shkodra, i cili për disa vite me radhë ishte përfshirë në aktivitetin e trafikut të drogës në Ekuador, me lidhje të forta të cilat shkonin deri në nivele të larta të pushtetit, të paktën kështu thuhet, në disa dosje hetimore të autoriteteve gjyqësore ekuadoriane. Por ne do ta zhvillojmë këtë bisedë sonte në sken krimi, pra në këtë studio, për të kuptuar më thellë kush është ky shqiptar që kishte kaq lidhje të forta dhe cili ishte aktiviteti i tij. Sokol, tani, kush është Dritan Gjika? Atëre, kur kush nuk e di se në çfarë arsyesh dhe marrëdhëniesh u gjend 2 dekada më parë në Ekuador. Ama që nga ajo kohë bën pjesë në nivelet më të larta të krimit ekuadorian, por pa lidhje me Shqipërinë. Atje. Nëse do pyesje çdo shqiptar se kush është Dritan Gjika, edhe ata që janë brenda krimit organizuar në Shqipëri, kur kush nuk do ta dinte deri përpara 2-3 vjetësh, ku emri i tij po dilte si i përfolur deri në nivelet më të larta të transportit të lëndëve narkotike në botë. Në botë. Sepse Ekuadori absolutisht mban peshën e tij në shitjen e lëndës narkotike në botë.
e merë, nuk e prodhon vetë, e merë nga Kolumbia, nga të tjerë, por është destinacioni kryesor për nisjen, duke qenë se është vendi më i korruptuar. Në të gjithë Amerikën Latine është vendi më i korruptuar. Dhe duke qenë se është kaq i korruptuar, domethënë me policia të tjera, mund të nisësh shumë lehtë nga Ekuadori drogë drejt kryesisht drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Aty ka qenë në një nivel të lartë, një prej miqve ti në organizatën ku ai bënte pjesë dhe kishte një rol kryesor, ajo ishte e mbështetur u fut dhe në zgjedhje, mbështeti presidentin e vendit atje, ai fitoi, më pas për shkak të lidhjeve me narkotrafikun dha dorëheqjen, i vran vllajin, i vran dikën tjetër, pastaj një mishmash i madh korrupsioni dhe degenerimi i pushtetit absolut, domethënë të korrupsionit në një vend si Ekuadori. Vetëm kur sheh Ekuadorin, thuaj që po mirë Shqipëria mirë. Nuk është. Dhe që të arrish, thua Shqipëria mirë, domethënë, mendosi është në krahasim me Ekuadorin. Ato që shohim, domethënë, është se në Shqipëri mund edhe të ndodhi, po prap ka një cip. Ai ka paguar një lekët policit që ta fusi drogën, vjen një polic nga kryeqyteti për ta kontrolluar, i paguan prap lek policit që ta heqi drogën nga i kamioni sa të bëhet kontrolli. Dhe pastaj ta vendosi prap. Pra totalisht korrupsion i gjallë në Shqipëri mund ta vjedhin, po ndodh një herë 5 vjet me ta vjedh. E vjedhin port se ashtu duhet, domethënë, nuk duhet të lëshohet, ama policët do shkojnë në burg. Se rend edhe ligj ka disi, domethënë. Nuk është se është pak më e ndjeshme. Nëse kryen një krim në Shqipëri, ti mund të ulësh dënime, të gjesh mënyra tjera, por burgun do ta bësh sido që tjetë. E kemi shpinë. Nuk ekziston. Dhe drita në gjika luan në nivelet më të larta të trafikut narkotikëve, por që asgjë nga këto nuk ka lidhje me Shqipërinë, e aq më pak historia që të ketë një mafia shqiptare në Ekuador dhe e drejton ai. Të gjitha lidhjet e tij janë me organizatat më të fuqishme ekuadoriane. Pra po thua që ky individ nuk bashkëpunon me personazh shqiptar atje, ose ai tani shiko, dy shqiptar kur takohen edhe po takuan në Bahamas do ta ndihmojnë njëri tjetrin. Por që nuk formojnë një mafie njëri tjetri. Po nuk ka ndihmuar, po Dritan Recepin e të tjerë, çdo kush që ka vajtur, domethënë, e ka ndihmuar për të gjetur lidhje dhe çdo gjë tjetër që edhe ata të shesin drogë. Por në drogën që e fundit që u kap prej asaj, është në Spanjë. 4 ton. 4 ton drogë. Po, ju kap. U kapën 10 kolumbian, 15 ekuadorian, ky shqiptari dhe një kinez. Kinezi ishte ai që bënte transportin e mjep, tjap, e tjerë. Tani mafia shqiptare është kjo. Ai s'ka lidhje fare me mafian shqiptare. Ai ndihmon shqiptarët atje duke qenë se ai është në nivelin më të lartë të krimit në Ekuador, absolutisht që mund t'i ndihmojë. Për shkak të origjinës. Domethënë, ne kemi diskutuar këtu që Dritan Recepin me djathtë diskutimet që janë bërë nga informacionet që kemi marrë, kemi ngritur si një personazh domethënë paska dhe mbi Dritan Recepin. Jo unë. Unë kam thënë gjithmonë që Dritan Recepi është ndihmuar nga ky zotëria për shkak se ishte shqiptar dhe ndihmoi ky zotëria. Pra ky është niveli më i lartë fare domethënë në çfarë njohim ne deri tani. Vendosi ai në organizatën që bënte pjesë, vendosi kush do ishte presidenti i Ekuadorit. Por siç e lidh Maduro, edhe ata e lidhin mafia shqiptare. Po ç'mafia shqiptare me që ka një shqiptar? Mafia shqiptare mund ta quash një mafia konglomerat, një grup konglomerat që janë 9 ekuadorian, 3 kolumbian dhe një shqiptar. Si mund të jetë shqiptare? Një qartë. Tani një personazh i tillë, si mundet të futet në një treg aq të vështirë? Ç'është tregu vështirë? Këtë nuk e di si e arriti ai nivelin, si e arriti nivelin kaq të lartë në Ekuador, këtë nuk e di sepse nuk e ka treguar ndonjëherë. Se këtu nis, domethënë aktiviteti i tij nis me kompani. Hyn si biznesmen në Ekuador. Të paktën çfarë dim nga ato, çfarë janë ai ka krijuar, shiko, ai ka krijuar një bazë ekonomike nga droga pastaj për ashtu si të gjithë mund ta ketë gjetë në kush. Edhe si europian dhe mund ta kenë vendosur. Ai shet banane me të. Ka i firmë të madhe bananesh që. Dhe tani merret me këtë punë.
A ka qenë javë t'i gjej treg karteleve në Ekuador? Nuk di ta them. Sepse unë nxitem dhe parimi im është kur nuk di një gjë, mos bëj sikur e di. Që të mos hydhe unë tek ajo pjesa tjetër që tipikisht shqiptare që kur nuk e di një gjë e jep mësim. Prandaj shkon ky vend në ashtu si shkon. Kur nuk e di një gjë, gjithmonë e jep mësim. Jo, flas. Por kur kush nuk e di si arriti ky. Vërtet, ti je biznesmen i bananeve, tjerë, por si arriti këtë nivel? Se nuk të lënë të futesh, kaq kollaj. Kërkohet zotësi, mendon? Kërkohet një buxhet i madh parash. Shiko, do të bëja një paralele. Shiko, këtë analizë po bëjmë, domethënë nuk duhet ma bësh pikërisht në fakti që ne s'kemi dosën e Dritan para, por logjik domethënë. Analizë më të thjeshtë është e tillë. Marrim Dritan Gjikën në drogë, në Ekuador, marrim dhe Mira Muratin në teknologji. Po. Tani, ky tek me 200 ekuadorian tonë mafia shqiptare. Kjo tek me 200 shkencëtarë në botë, nuk thot njëri që jo, inteligjenca shqiptare na solli inteligjencën artificiale. Ke dëgjuar ti ta thot njëri? Jo, askush. Thot që është dhe Mira Murati aty. Kjo përpiqet që të thot gjithmonë që unë jam shqiptare. Jo, thonë, universiteti i Cambridge da ku e di unë, nuk e di kush atje, solli në dritë inteligjencën artificiale. Mira Murati, studente jonë, në ish studente jonë që ka arritur këtu. Është njësoj të thuash, ky është mafia shqiptare, është njësoj si të thuash Mira Murati përfaqëson inteligjencën e jashtëzakonshme që ka Shqipëria në fushën e teknologjisë. A është e barabartë? Çka ka Shqipëria në fushën e teknologjisë? Do të vjedhin spakut kompjuterat, inteligjencë e madhe këtu. Kjo është një rast i rrallë. Mendon ti që pra të dyja rastet të rralla, po flas. Mendon ti që dikush i shkolluar në Vlorë me një studim në Shqipëri mund të arrijë dhe të krijojë inteligjencën artificiale në botë? Unë kur nuk do më kishte shkuar në mendje që një shqiptar të shkonte. Se vërtet është ai Ferit Murati që nxori Viagrën, po s'kishte jetuar asnjë ditë në Shqipëri. Vërtet është dhe Jim Belushi një ndër aktorët më të mirë të Hollywoodit, po i ditë nuk ka jetuar në Shqipëri, vetëm mbi preardhje të largët. Kjo është një rast i rrallë që na krenon. Na krenon në mënyrë absolute. Me inteligjencën artificiale, jo më Dritan Gjikën që mos na keq kupton audienca. Si ta sqaroj? Po, normale. Faleminderit Sokol. Begos, tani si do duket një personazh i tillë, çfarë kërkohet në një territor si Ekuadori? Edhe me Dritan Gjinin ndoshta ne Gjikën mund të krenohemi sepse tregojnë që shqiptarët janë edhe të fortë, janë kështu, përmenden vetëm emra shqiptarësh që bëjnë krime ordinere, po janë edhe të fuqishëm babaçan. Patjetër. Edhe kjo mund kranohet. Se jo. Realiteti ynë për shumë vite ka bërë pjesë të se për të Sokolit çfarë kërkohet, mjafton që ti jesh njëri, të sillesh mirë, të kesh vlera, të kesh karakter, edhe gjithsekush të pranon sot, sepse kjo është pungesa më e madhe sot në shoqëri. Ka pak njerëz, ka pak karakter, ka pak vlera. Dhe shoqëritë të kriminalizuara të natyrës siç është Ekuadori, domethënë flas shoqërisë, do ta bëj gjitha përgjithësoj, por që kanë nivel më të lartë që kryen një aktivitet. Shiko, ky është aktivitet që si çdo sjellje e shoqërisë edhe kërkon vlera. Në raste ti je një njeri pozitiv, sillesh mirë, respekton kulturën, traditën, mban fjalën e tjerë, pse jo të mos kesh një vend gjithsekush. Regjia nëse mundesh foton e Dritan Gjikës pak të lutem, të ketë persona me vlera në shoqërinë e tij. Ndoshta ky njeri ka treguar vlera, ka demonstruar sjellje të mirë dhe ata e kanë vlerësuar. Ndoshta mund të jetë një formativ. A do duhet që patjetër që duhet të jetë. Kur e shikojmë, domethënë realisht për të gjithave kur shikojmë dhe imazhin se s'duhet bëj tani edhe këto analizat e kësaj, por nuk do më krijonte kurrë përshtypje nëse do ta shifja. Dhe kam qëndrim shumë. Mbase s'është me atë përshtypje që negative që ne krijojmë, mund të jetë djalë shumë i mirë. Këtë po them, domethënë nuk do të nëse do ta shikoja diku në rrugë, në një kafë, domethënë nuk do ta mendoja kurrë që dikush si ky personazh me këto lloj tiparesh mund të arrinte në këto nivele të larta. I qeshur, sepse imazhi jonë është krijuar për dikë që duhet i marrë në moshë, të jetë me mjekër, të ketë një vështrim të egërsuar. Po këtë po them, pra krijon ato përshtypje, ndoshta është kjo që thatë ju, prandaj e kërkova foton që mund të jetë shumë pozitiv. Dhe shoqëria atje e ka pranuar
Dhe ka ngritur në ato nivele. Nuk pranon njeri kot sot. Ashtu siç nuk të përzedhe njeri kot. E qartë. Ç'është meritash?